thot Ibnul Qayyim rahimullah, duke përshkruar kush është el muhajir ila rasul, emigruesi drejt pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ibnul Qayyim thot, sa për emigrimin drejt të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, është një rrugë, prej saj nuk ka mbetur veç se emri, një metodologji nga e cila nuk ka mbetur veç se nënvizimi, një shtek të cilët errërat ja kanë fshirë gjurmët, një shtek të cilit errërat ja kanë fshirë gjurmët dhe armiqet ja kanë prishur burimet dhe krojet. Kështu që udhëtari në këtë rrugë është i huaj në mesin e njerëzve. Udhëtari në këtë rrugë, nëse me të vërtet ti mendon ti jesh el muhajir ila rasul, atëherë dëgjoj këto fjalë. Udhëtari në këtë rrugë është i huaj mes njerëzve, i vetmuar në çdo vendbanim dhe shoqëri. I vetmuar në çdo vendbanim dhe shoqëri, i largët edhe pse ndodh afër. I largët prej njerëzve edhe pse ndodh afër. I vetëm edhe pse është i rrethuar me fqinj, i trembur nga ajo që të tjerit gjen qetësi dhe i qetë nga ajo që të tjerit i tremb. Ai qëndron kur ata largohen, largohet kur ata qëndrojnë, i vetëm në kërkimin e tij. I vetëm në kërkimin e tij. Nuk gjen pushim derisa të arrijë qëllimin e tij. Nuk gjen pushim. Yani waqt ar-raha. Si ka thoshin mashayikh fil Medina, yani koha e rehatlokut ka mbaru. Ja Abdullah ka mbaru, ti ke nis për në xhennet. Ti je nis për në xhennet. Din çka do thotë kjo? Duhet çdo gjë që posedon ta sakrifikosh në këtë rrugë. Edhe nëse ka nevojë shpirti yt. Edhe nëse ka nevojë shpirti yt. Nuk gjen pushim derisa të arrijë qëllimin e tij. Trupi i tij është me ta, por qëllimi i tij është ndar prej tyre. Çfarë do të thonë çfarë përshkrim bon ky imam? Trupi i tij është me ta, por qëllimi i tij, synimi i tij, niyeti i tij është ndar prej tyre. Ata i mbyllën syt në kërkimin, ata i mbyllën syt në kërkim të udhëzimit, ndërsa nata e udhës për të nuk është për gjumë. Nata e udhës për të nuk është për gjumë. Ata e lan pas hijretin profetik, ndërsa ai është në kërkimin të tij, duke u përpjekur dhe qëndruar. E tallin e qortojnë për kundërshtimin e mendimeve të tyre, duke ja nënçmuar mendimet për shkak të paditurisë dhe pasioneve të tyre. E tallin dhe nënçmojnë. Shikoni ju në rrethin tuaj çfarë eksperjenca keni bërë. Sikur se ta përshkruani këtë situatën tënde që përjeton dosha ditë për ditë. Ata e kanë sulmuar me dyshime, kanë ngritur kundër tij syt, kanë pritur që ta gjenë ndonjë të keqe. Kanë pritur, kanë shpresuar ta gjenë ndonjë të keqe. Sa prej neve, domethënë në familjet tona, në rrethin ton, kanë menduar se ky ja filloi festa, që ka lishuar mjekrën, i mban këto sirvalat, ky tash po shkatrohet, ky po humbet, ky po vdes, ky s'ka kafshatën e bukës. Këtë shtuful Ibnul Qayyim rahimahullah. Po e përmend fjalën e Allahut Teala, prisni, ne gjithashtu po presim. Thuaj, Zoti im gjikon me të drejtë, ose gjikon me të drejtë. Zoti im është mëshirues tek ai kërkohen ndihmë për atë që ju e përshkruani. Pastaj vazhdon Ibnul Qayyim rahimahullah ka thonë, qëllimi është se hijreti profetik është i vështirë. Hijreti profetik është i vështirë. Dhe rruga e saj për atë që nuk është i përgatitur është shumë e largët. Nëse ti si e përgatitur për këtë hijret, do më thonë sa ka prej që kanë pas njerëz me neve, 5 vjet, 10 vjet edhe është largu. Sepse nuk ka qenë i përgatitur për këtë rrugë të gjatë. Dhe e vështirë. Pasha Allahun, thot Ibnul Qayyim rahimahullah. Hijreti është vetëm një dritë që shëndrit, por ti je errësira e saj. Allahu Akbar. Pasha Allahun. Hijreti është vetëm një dritë që shëndrit, por ti je errësira e saj. Një hënë plot që ndriçon lindjet dhe perëndimet e tokës, por ti je rreja dhe mjegulla që i mbulon.
por ti je reja dhe mjegulla që e mbulon, një burim i pastër dhe i ëmbël, por ti je ndotja e ti, një fillim me një fund të madh, por ti nuk ke njohuri për të. Por ti nuk ke njohuri për të. Ndaj dëgjo, tani për këtë emigrim dhe shenjat që tregojnë për të, pastaj gjyko vetën tënde mes teje dhe Allahut, a jeti prej atyre që kanë emigruar prej saj ose drejt saj. Prej saj duke ja kthy shpinën ose drejt saj. Përkufizimi i këtij emigrimit është udhëtimi i shpirtit në çdo çështje të besimit dhe në çdo ndodhi që prek zemrën dhe në çdo çështje të gjykimit drejt burimit të udhëzimit dhe dritës, nga goja e sinqertit dhe të besueshmit që nuk flet nga epshi. Në çdo çështje. S'ka shansa dalish prej kësaj gjë, se ky shariat është komplet, është i përsosur. Prej kur çohesh në mëngjes derisa rah zemra yte në mbrëm, derisa të flish domethënë, ti i përmbahesh këtij shariatit. Ai është emigrimi i vërtet drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse e përmend këtu Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Me të vërtet ai nuk flet nga epshi i tij. Do thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, por ai është shpallje që i shpallet atij. Është shpallje që i shpallet atij. Pastaj vazhdon Ibn al-Qayyim duke thënë, çdo çështje që nuk është ndriçuar nga dielli i shpalljes së tij, hidhe në detet e errësirës. Çdo dëshmi apo dëshmitar që nuk është konfirmuar nga ky i besueshëm, konsiderohet nga ata që duhet me dyshu për ta dhe mi akuzu. Duhet me dyshu dhe mi akuzu. Jo vinë ata prallagjit, domethënë i prekin bazat e fesë, edhe duhet me pas mendim të mirë. Duhet me dyshu për ata, duhet me akuzu ata, se e cenojnë metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ato fjalët e tyre nuk përputhen me këtë i besueshmi, i cili nuk flet nga epshi i tij, nuk përputhen. Prandaj kjo çka kërkoj domethënë, udkhulu fi silmi kafa. Kjo është me hyrje në islam në tërësi. Me hyrje në këtë në islam me tërësi. Gjithçka çka ke pas, prej logjikës së prishur dhe natyrës së prishur dhe të ndotur, duhet ta hedhish në këmbë dhe të drejtohesh sipas rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nëse me vërtet don të jesh prej ata që thanë në fillim, secili prej umetin tem ka me hyrë në xhenet, e mos me qenë prej ata illa men aba. Mos me qenë prej ata që kundërshtojnë me hyrë në xhenet, që nuk duan me hyrë në xhenet. Edhe mos thuj se unë du, se thotim në Ibn rahimahullah, nahnu wa iyyakum namut, fa ma aflaha inda al-hisabi man nadima. Ne dhe ju do vdesim, dhe nuk i bën dobi dhe nuk shpëton ai i cili bëhet pishman kur bëhet llogaria me të. Kur bëhet llogaria në ditën e gjykimit, nuk vlen pishmanlloku jot më. Nahnu wa iyyakum namut. Ne do vdesim. Por nuk ka me pas shpëtim dhe mbrojtje ai i cili bëhet pishman kur merret në llogari. Tash e ke kohën që të bësh me vetveten tënde llogari dhe ta përgatish veten tënde për atë ditë që është ditë madhështore. Tash. Prandaj mos e rreziko udhëzimin tënd për asnjë vlerë të dunjas. Për asnjë vlerë të dunjas. Edhe nëse të sulmojnë, edhe nëse të dallin. Ibn Qayyim rahimahullah ashtu e fol situatën domethënë që e përjetojnë. Të tallin, të sulmojnë, të përqeshin, të nënçmojnë. Bile dosha edhe të sulmojnë. Si u ka ndodhur dietarëve, Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah kur ka shkuar në Riyadh, e kanë sulmuar Khawarijt. Se Khawarijt, edhe jo vetëm Khawarijt, po bidatçit, gjën që më së shumti e urrejnë përmendja e emrave të tyre. Këtë domethënë urrejnë më së shumti. Prandaj Muhammad ibn Ismail al-Harawi, kur ja thot isha në Irak dhe ma vendosën shpatën 5 herë në qafë. 5 herë në qafë. Kanë dashur ta vrasin, t'ia pusin kokën. Nuk më thojshin me e lënë metodologjinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Do thonë medhhabi, do thonë me e lënë metodologjinë time, jo. Më thojshin hesht ndaj kundërshtarëve. Tu, kjo i dhimbët atyve. Heshtja ndaj kundërshtarëve, kjo i dhimbët ata. Sa ai don të jetë do thonë me përhap helmin, edhe ne mos flasim për ata. Do thonë ai me fol për neve. Me fol me shkal
rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam me të dyja këmbë, ne do të thëmë me lënë atë me bësh çka don ai. Thotim nuk kanë në fund, ky është për kufizimi i emigrimit. Kjo është për çdo çështje që e prek fen, kthehesh domethënë të suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos thuash domethënë jo po unë kam jetu kështu tash 20 vjet, po edhe nëse janë edhe 500 vjet. Ti nëse me të vërtetë don ti je në rrugën e drejtë dhe saktë dhe rrugën e shpëtimit, atëherë çdo gjë që deri tash e ka kundërshtuar, je i gatshëm me braktis. Je i gatshëm me lënë, me akthy shpinën. Edhe aty qëndron lumturia.